Të nderuar shikuesi, jam në pallatin e sportit të flamurtarit të Vlorës, sa po është mbyllur super sfida e futsalles, kampionati kombëtar java 4. Vllaznia fiton me rezultatin 5-4 një ndeshje spektakolare. Kam të pranë një emër të spikatur të sportit shkodran dhe ati shqiptar, vjen nga sporti i ciklizmit, është Sutki Tafili. Po përse është Sutki Tafili prezent në ndeshjen e futsalles? Sepse nipi i tij, djali i të madhit Agim Tafili, ishte lider i skuadrës, kapiteni dhe trajneri i vllaznisë së futsalles që fitoi me rezultatin 5-4. Prandaj Sutki Tafili së bashku me të vllajën e tij Shkëlqim Tafili ndoqën ndeshjen në Vorë të futbollit. Vllaznia barazoi me Vorën 0-0 për kategorinë abecedit superiore dhe udhëtuan nga Vora në Vlorë për të parë të ndeshje. Sutki, mirë se erdhe sepse ju them mirë se erdhe sepse ju jetoni prej 20 sa vitesh në Itali, por shpesh herë riktheheni në Shqipëri për të ndjekur, për të qenë pranë familjarëve tuaj, por edhe për të ndjekur emocionet e sportit. I kënaqur se të ndoqët të ndeshje emocionuese? Jam shumë i kënaqur e shumë emocionuar për këtë ndeshje të bukur si zhvillunen. Gjithë ndeshja ishte spektakël. Më pëlqej shumë. Është hera parë që ndjeku këtë tip futbollit, calcio. Megjithatë është shumë tërheqës. Aq më tepër kur në fushë ishte nipi juaj, lideri i skuadrës, kapiteni dhe kryetrajneri i vllaznisë në futsal. Po, na surprizoi Alsidi si gjithmonë me teknikat e tija, me organizimin e bukur si bën. Po edhe gjithë shokët e tij, bravo që shumë të fortë. Po edhe flamurtari nuk ishte keq. Megjithatë, gjithmonë më i forti dihet fiton. Ju pamë gjatë ndeshjes që bëhet tifo për ekipin e vllaznisë dhe në fund të takimit e gjithë familja Tafili vërshon fushë duke përqafuar ekipin e vllaznisë, por në veçanti Alsid Tafilin, djalin e vllajt tuaj të madhit Agim Tafili, me të cilin keni pedaluar me vite me vllaznin kampion absolute, por edhe me ekipin kombëtar. Po, është vërtet, kemi bërë shumë aktivitete, kur shef edhe që vazhdon tradita e familjes tonë, me gjithë se boll ishim sot, po familja shumë e madhe. Shumë e madhe, ndërkohë që emocionet ishin edhe me herët në stadiumin e Vorës, kur nipi juaj, djali i vllajt tjetër, Shkëlqim Tafilit, edhe ai sportist në vite, Ensar Tafili luajti me dinjitet tek formacioni i vllaznisë. Po, edhe Ensari mirë po shkon, edhe ekipi i vllaznisë sot prej që më shumë, me thënë drejtën, nga që ishte mas shumë vitesh që po ndjeksha, prita se pa zhvillohet i fije, po prapë mirë barazim. Megjithatë, vllaznia shpresojmë se fitojnë. Sa i mungon Shqipëria, sa i mungon Shkodra, sa i mungon vllaznia, tifozëria? Shkodra, tifozët na mungojnë gjithmonë. Dihet se Shkodra kanë gjithmonë mjekse e futbollit dhe gjithë sporteve, kështu që edhe ne na mungon. Na ka dhënë gjithmonë ngrohësi. Vazhdojmë të ndjejmë të ngrohësi janë kohë. Alo. Ishim me Alsid Sutki Tafilin, sepse Alsid Tafili ishte protagonist në fushën e lojës. Si kapiten dhe kryetrajner i vllaznisë fitoi sot në spektakolare 5-4 ndaj flamurtarit në transfer. Kisha pas qef me që kena këto ofër edhe për Latxhakën, ish presidentin e ciklizmit, 2 fjalë me i folë për të flamurtarit. Pra edhe për latë. Miqë tuaj të ciklizmit ishin? A kënë një pasionum i ciklizmit, ka kënë edhe vetë ciklist, por kë nga ka palon njëm shumë në kohën kur isha trajner. Ka kënë nërë presidentat më të mirë ciklizmit. Respekte, shumë për Vlorën. Sutkia me foli dhe me heret, po tashme ju bëri vetë prezentimin dhe jemi në këtë intervistë për portalin Veriu Sport që u takuat spontanisht me mikun tuaj Sutki Tafili, se keni kaluar një përvojë, një karrierë të gjatë, ju si president i ciklizmit të flamurtarit. Dhe ciklist. Edhe ciklist, ndërkohë që Sutkia si lider i ciklizmit të vllaznisë. As diskutohet, kam një respekt veçantë, jo vetëm për Sutkiun, por për gjithë shkodranët. Mbasi Shkodra dhe Vlora njëkohësisht, mos të harrojmë, i kanë dhënë shumë sportit shqiptar. Dhe
ndje prap një kënaqësi të madhe për sportin shqiptar që nuk jemi në stadin që ishim dikur, në kohën e Sutkiut, Timin e gjithë të tjerëve. Megjithatë uroj që të kenë suksese gjithmonë, gjithë këta futbollistë dhe të gjithë sportin shqiptar. Ju faleminderit për intervistën. Dhe ne ju falenderojmë shumë se kjo ndeshje e futsallit ju bëri bashkë me Sutkin dhe kaluat momente të mira. Faleminderit. Faleminderit juve. Urimet me teshme. Ishim papërkish me emocionet pas ndeshjes Flamurtarit Vllaznia që u mbyll me fitoren e Vllaznisë 5-4 në futsal.